Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Thoni lam të mirë rrudhave në fytyrë për gjithmonë. Kjo mask me kosë do ju befasoj. Kosi nuk është vetëm një produkt i shishëm dhe plot të vlera për të konsumuar kudoherë. Janë pikërisht këto vlera të cilat përmirësojnë shëndetin e lëkurës nëse ju e përdorni si një mask. Pa nevojën për të shtuar asnjë përbërës tjetër, kosi kthehet në maskën më ekonomike, por me përfitime të jashtëzakonshme. Minerale dhe vitamina të cilat gjenden tek kosi. Ka një arsye pse kosi i jep lëkurës tuaj të gjithë gjallërimin dhe shkëlqimin që asaj nevojitet. Sipas të dhënave, janë pikërisht këto vlera anti-inflamatore të cilat nxisin rigjenerimin e qelizave të lëkurës, si edhe balancon gjëndrat yndyrore të cilat shkaktojnë krijimin e akneve. Ndërkohë, vitamina B nga ana tjetër bën të mundur mbrojtjen e qelizave të lëkurës nga radikalet e lira, si edhe nxisin prodhimin e yndyrave të shëndetshme. Acidi laktik është një nga përbërësit më kryesor të kosit, i cili njëkohësisht gjendet me shumicë në produktet e lëkurës. Ai gjithashtu funksionon si një agent kundër rrudhave dhe plakjes së lëkurës, por veprimi kryesor i këtij acidi është sigurisht parandalimi i prodhimit të enzimës tirosinaz, e cila gjithashtu nxit prodhimin e melaninës. Kështu, lëkura juaj do të jetë më e bardhë dhe më e pastër. Si të përdorni kosin për lëkurën? Mjafton që në një filxhan kafeje ju të hidhni 2 deri në 3 lugë çaj me kos dhe të përzjeni të gjithë përbërësit derisa të formoni një pastë homogjene. Më pas vendoseni atë në fytyrën tuaj, duke treguar kështu kujdes që të mbuloni të gjithë zonat problematike si edhe qafën. Ne ju këshillojmë që të lyeni fytyrën tuaj dhe të masazhoni atë me lëvizje rrethore për të nxitur qarkullimin e mirë të gjakut. Kosi kështu do të fillojë dhe do të ngurtësohet pas 5 minutash duke krijuar një mask të mirëfillt. Lëreni për rreth 15 minuta dhe më pas mjafton të njohni pak duart me ujë dhe përsëri ta fërkoni fytyrën derisa shtresa e kosit të thërmohet. Kështu ju do të largoni të gjitha qelizat e vdekura dhe njëkohësisht papastërtitë të cilat janë akumuluar në poret e lëkurës gjatë gjithë ditës. Kosi gjithashtu përmban bakteret të cilat do të luftojnë të gjitha papastërtitë e mbledhura në lëkurë, sidomos nga kontakti i saj me faktorët e jashtëm. Por gjithashtu ju do të parandaloni krijimin e akneve si rezultat i infektimit të poreve nga papastërtitë. Më pas ju duhet që ta shpëlani lëkurën tuaj me ujë të bollshëm dhe ta fshini atë lehtë me një peshqir. Nëse keni një fytyrë të yndyrshme, me patjetër ju duhet që thjesht ta shpëlani me ujë të bollshëm. Sa shpesh duhet ta përdorni kosin për lëkurën e fytyrës? Për personat të cilët kanë lëkurë të yndyrshme, është e këshillueshme që të përdoret çdo ditë për të patur rezultat, ndërsa për ata të cilët kanë lëkurë të thatë mund ta përdorin 2 apo 3 herë në javë. Ndërkohë, rrudhat janë një pjesë e paevitueshme e procesit të plakjes. Tek disa njerëz rrudhat dalin përpara kohë, kryesisht tek zona e syve, gojës dhe qafës. Rrudhat gjithashtu shkaktohen jo vetëm nga rënja e prodhimit të kolagjenit, por edhe ndotja, ekspozimi në diell, mungesa e vitaminës D3, përdorimi i tepërt i produkteve kozmetike, ndryshimi i kremrave dhe duhani. Rrudhat mund të zbehen, shmangen dhe njëkohësisht të mbahen nën kontroll me disa trajtime natyrale. Në këtë video ju do të mësoni një prej recetave më të mira natyrale kundër rrudhave.
Vaj i arrës të kokosit. Me këtë vaj, ju mund të masazhoni njëkohësisht zonën e rrudhave duke kryer lëvizjet tuaja rrethore. Pas këtij masazhi, ju mund ta mbani vajin në lëkurë për gjatë gjithë natës. Kura duhet përsëritur çdo mbrëmje. Vaji i arrës së kokosit do t'i jap lëkurës tuaj një shkëlqim natyral dhe njëkohësisht ai do të zbehë rrudhat. Vitamina E. Kapsulat e vitaminës E ju mund t'i blini në farmaci dhe të përdorni disa prej tyre çdo mbrëmje. Vitamina në një formë vajore gjithashtu mundet që të aplikohet në zonën e rrudhave dhe duhet mbajtur për disa orë. Ndërkohë, duhet të dini se vitamina E do ta hidratojë lëkurën, do të zbehë rrudhat dhe do ta ushqejë atë me antioksidant. Sipas ekspertëve, ky trajtim duhet bërë çdo mbrëmje. Vitamina E hidraton lëkurën tuaj dhe nga ana tjetër, ajo mundet që të ofrojë të gjithë ushqyesit e nevojshëm. Uthulla e mollës. Sipas ekspertëve, uthulla e mollës duhet përzier me një lugë gjelle mjalt dhe një lugë gjelle uthull dhe ta aplikoni këtë maskë në lëkurën tuaj. Këtë maskë duhet ta bëni 2 herë në javë. Uthulla e mollës gjithashtu ruan ekuilibrat e pH-it, ndërkohë që mjalti i jep fytyrës tuaj një shkëlqim rinor. E bardha e vezës. Rrihni të bardhën e një veze dhe vendoseni në lëkurë, prisni sa të thahet dhe më pas shpëlajini me ujë të vakët. Kjo maskë e përshtatshme për lëkurat me yndyrë duhet bërë 2 herë në javë. E bardha e vezës e tendos lëkurën dhe gjithashtu zbeh rrudhat. Avokado. Tulin e avokados mund ta shtypni në një mikser dore dhe maskën ta mbani në fytyrë për 20 deri në 30 minuta. Kjo maskë duhet bërë deri në 2 herë në javë. Avokado gjithashtu do të zbutë rrudhat tuaja dhe do t'i ofrojë lëkurës shëndet, gjallëri dhe shkëlqim. Aloe vera. Sipas ekspertëve, ju duhet të përzieni një lugë gjelle aloe vera me të bardhën e një veze. Maskën mbajini për gjysmë ore dhe më pas shpëlajini me ujë të vakët. Gjeli aloe verës është një burim i pasur i vitaminës E dhe njëkohësisht bashkëpunon shumë mirë kundër rrudhave me të bardhën e vezës. Lëngu i limonit. Përzini sasi të barabarta të mjaltit dhe njëkohësisht të lëngut të limonit. Maskën mbajini në fytyrë për plot 10 minuta. Lëngu i limonit përmban vitaminë C dhe nxit formimin e kolagjenit, i cili gjithashtu zbeh rrudhat. Soda e bukës. Sipas ekspertëve, soda e bukës duke u përzier me një lugë gjelle ujë dhe duke u fërkuar në lëkurën tuaj me lëvizje rrethore, patjetër që do të ofrojë rezultate të shkëlqyera. Aplikojeni atë si një maskë dhe mbajini në fytyrë për plot 10 minuta. Soda e bukës do të heqë të gjitha qelizat e vdekura dhe njëkohësisht do të përmirësojë qarkullimin tuaj të gjakut. Maska me limon. Për këtë ju duhet një limon, 2 deri në 3 lugë gjelle mjalt. Shtrydheni limonin dhe lëngun, më pas përziheni së bashku me mjaltin. Në qoftë se keni një lëkurë tepër të ndjeshme, preferohet që të shtoni pak ujë tek lëngu i limonit. Vendoseni këtë përzierje me pambuk në fytyrë. Lëreni të qëndrojë derisa të thahet dhe më pas pastrojeni fytyrën tuaj me ujë. Aplikojeni këtë maskë një herë në javë. Mirë po, duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe.
Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.